Qendërmbrojtësi i Kosovës Albian Hajdari ka asistuar për të barazuar rezultatin ndaj Kölnit. Hoffenheim ishte në dizavantazh për një gol të hershëm të Ake, por që mysafirët arritën të kthehen në lojë. Pas një kundërshtullimi të shpejtë, Hajdari me një goditje të bukur asistoi për Ozan Kabak, i cili finalizoi për mrekulli në minutën e 45.